Alkooli dhe shpejtësia dyshohet se I morën jetën një çifti të sapomartuar dhe një 15 vjeçari në Durrës. Një aksident tragjik që ndodhi në orët e para të së mërkurës në Durrës ka marrë 3 jetë, ndërsa tani po dalin në dritë detaje të reja që e bëjnë edhe më të rëndë këtë ngjarje. Mes viktimave ishin çifti I sapomartuar Kleo Vrioni dhe Sara Bruzhentelli, si dhe një 15 vjeçar. Por çfarë ndodhi në ato momente? Sipas të dhënave të ekspertizës, makina po lëvizte me një shpejtësi prej rreth 114 km/h, pak para se të ndodhte aksidenti. Në një kthes, shoferi dyshohet se humbi kontrollin e automjetit. Njëra prej gomave goditi bordurën dhe më pas makina u përmbys. Nga përplasja, automjeti është zvarritur për rreth 40 metra, duke përfunduar në një aksident me pasoja tragjike. Po shpejtësia nuk është I vetmi element që po hetohet. Ekspertiza ka konstatuar gjithashtu se shoferi kishte konsumuar alkool dhe pikërisht kombinimi I shpejtësisë së lartë me alkoolin dyshohet se mund ta ketë bërë shumë më të vështirë kontrollin e automjetit në atë moment. Përveç 3 viktimave nga aksidenti kanë mbetur të plagosur edhe 2 persona të tjerë, të cilët po marrin trajtim në spitalin e traumes në Tiranë. Një natë që duhej të vazhdonte normalisht, përfundoi në një tragjedi që mori 3 jetë. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e aksidentit. A mendoni se shpejtësia dhe alkooli janë ndër shkaqet kryesore të aksidenteve tragjike nëpër rrugët tona? Jepni mendimin tuaj në komente.